Trifoni më solli një dhuratë, shije e gjitha e punuar me gosht dhe me pe. Fantastike. Trifon, shumë faleminderit njerë. Si të shkojnë mend të bësh globin? Duke menduar gjithmonë në lidhje me dëshirat edhe pasionin që ju keni me udhëtimet, jam menduar shumë gjatë mbi idet që dëshiroja të realizoja për ju, edhe në fund vendosa të bëj hartën e botës, ku gjithmonë duke e parë veprën time të mendoni vendet ku ju keni udhëtuar. Edhe je brenda, sa kohë të mori për ta bërë? Më ka marrë 7 orë. 7-6 orë pas ka marrë nga koha jote e punës. Edhe 1600 gosht. 1600 gosht. 1600 gosht, edhe 2 kilometra e 600 metër fije. 2 kilometra e 600 metër fije. Fije, nga fillimi në fund. Peri, të gjitha, dhe 76 orë punë. 76 orë punë. Shive sa të bukur e ka bërë Trifoni, është artist internacional, ka bërë punë në Spanjë, në vende tjera, kjo është e vogël se ka punuar për faqet ndanë për hotele. Ku ke punuar? Veprat e mia kanë shku edhe në Chicago, para janë 2 muaj çova 2 vepra të fundit. Në Spanjë, në Belgjikë, në Gjermani kam çuar mbi 15 vepra, por në shumë vende të botës në këtë moment. Shumë faleminderit Trifon, shiheni sa e bukur.